Kjo grua pi uthull molle çdo mbrëmje, u habit nga ajo që i ndolli. Kur zgjoheni në mëngjes, disa nga problemet e mëposhtme edhe mund t'ju bëjnë juve që të keni edhe dhimbje barku, lukthi ose edhe erë të keqe, nivele të larta të sheqerit, por pas pak kohësh edhe shtresa dhjamore. Cilësia e mirë e uthullës së mollës mund të jetë një zgjidhje efektive sidomos kundër këtyre shqetësimeve. Dëgjoni me vëmendje të mirat e uthullës së mollës, të cilat mund të përdoren nëse e pini një lugë të vogël para gjumit të tretur në një gotë me ujë, sigurisht edhe duke kombinuar me një dietë të rregullt. Sipas Healthy Line, në këtë video do të rendisim përfitimet që do të merrni nga përdorimi i uthullës së mollës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse ndjeni uri para gjumit, mund të përdorni uthullën e mollës të tretur në ujë. Kështu elementët ushqyes të saj do t'japin rezultate fantastike edhe në gjendjen tuaj, sidomos në betejën kundër kilogramëve të tepërt. Duke u bazuar në shumë studime, obeziteti është i lidhur ngushtë gjithashtu edhe me gjumin. Sa më shumë peshë të ketë një njeri, aq më shumë probleme do të ketë me gjumin. Uthulla e mollës ka aftësi shumë të mira lehtësuese, sidomos kundër këtyre komplikacioneve, citoi studimi. Ndaj, nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj dhe të mbani larg këto shqetësime, përdoreni si duhet këtë recetë. Kështu përfitimet që do të keni për shëndetin tuaj do të bëjnë vërtet ndryshime edhe në luftën kundër dhiambit dhe reduktimin e oreksit. Uthulla gjithashtu përmban pektin që relakson trurin, kështu që kur ndiheni të uritur para se të flini, hiqni dorë nga çokolata dhe përzierjet dhe konsumoni një lugë gjedhe të tretur në një gotë me ujë dhe konsumoni atë. Uthulla e mollës është një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese gjithashtu edhe kundër dhimbjeve tuaja të fytit. Nëse prej kohësh vuani nga ky shqetësim, uthulla e mollës mund të jetë lehtësuesi juaj më i mirë. Bakteriet përgjegjëse për dhimbjet e fytit nuk mbijetojnë dot, sidomos në ambientet ku ka edhe uthull molle. Merrni një lugë çaji uthull molle dhe kaloni atë një orë përpara se të shkoni në shtrat. Kështu, duke e konsumuar si duhet, ajo do t'jap rezultate fantastike në lehtësimin e këtyre problemeve, citon Healthy Line. Uthulla e mollës është një produkt fantastik, sidomos edhe nëse vuani prej lemzës. Uthulla e mollës do të stimulojë nervat përgjegjëse për lemzën dhe shijimin e uthullës së mollës që do ju bëj që të harroni edhe lemzën. Një lugë çaji uthull molle e tretur në një filxhan me ujë të ngrohtë mund të jetë një lehtësues shumë i mirë, sidomos në rastet kur ju ngacmon lemza. Uthulla e mollës mund të përdoret gjithashtu si një çlirues për hundët e zëna. Nëse prej kohësh keni shqetësime të hundëve të zëna, atëherë në ndihmë mund t'ju vijë edhe përdorimi i uthullës së mollës. Uthulla e mollës është e pasur me magnez, kalium, vitaminën B1, vitaminën B2, A dhe E. Ajo pastron mukozën gjithashtu edhe sinushet. Përzieni një lugë çaji uthull molle në një gotë me ujë dhe e pini atë pak përpara se të shkoni në shtrat. Uthulla e mollës mund të jetë një lehtësues shumë i mirë edhe për rregullimin e aciditetit të madh në stomakun tuaj. Uthulla e mollës ka aftësinë të rregullojë nivelet e acidit në stomakun tuaj. Thjesht përzieni një lugë gjedhe uthull molle në një gotë me ujë dhe e pini atë pak përpara se të shkoni për të fjetur. Kështu përfitimet që do të keni prej saj do të jenë të menjëhershme dhe rezultatet do të jenë fantastike. Uthulla e mollës do të rregullojë gjithashtu edhe frymën tuaj të keqe. Bakteriet në gojën tuaj mund të bëhen shkak i këtyre përkeqësimeve. Siç e thamë edhe më parë, uthulla e mollës do të vrasë bakteriet e këqija dhe do ta lënë gojën tuaj më të freskët. Ju duhet të përdorni një lugë çaji uthull molle në formën e gargarës për të lehtësuar këto shqetësime. Uthulla e mollës, e kombinuar si duhet në dietën tuaj, mund t'jap gjithashtu rezultate fantastike edhe në rregullimin e dhimbjeve të stomakut. Uthulla e mollës do ju ndihmojë të harroni pagjumsinë gjatë natës që shkakton dhimbje të stomakut tuaj. Ju duhet të keni edhe një zgjidhje efektive dhe nuk do të vuani më nga problemet e gazrave, dhimbjet dhe shtrëngimet e stomakut. Mjafton të përzieni një lugë çaji uthull molle në një filxhan me ujë të ngrohtë dhe ta pini atë pak përpara se të shkoni në shtrat. Kështu përfitimet që do të merrni nga uthulla e mollës do të jenë fantastike në dietën tuaj dhe mbi të gjitha do të mbajnë larg këto komplikacione, citon Healthy Line.
Uthulla e mollës është një aleat shumë i mirë i trupit tuaj edhe në rastet se vuani nga tretja e keqe. Pagjunësia është e lidhur ngushtë gjithashtu edhe me digjestionin. Uthulla e mollës ju ndihmon kundër problemeve të frymëmarrjes dhe të përzierave. Përzierni një lugë çaji me uthull mollë me mjaltë në një gotë me ujë të ngrohtë, pak përpara se të shkoni për të fjetur. Kështu përfitimet e tyre do të jenë fantastike në betejën kundër komplikacioneve edhe në lehtësimin e shqetësimeve të tyre. Uthulla e mollës do të ndihmojë edhe në reduktimin e dhimbjeve të gjurit. Mungesa e kaliumit konsiderohet si një nga shkaktarët kryesorë të dhimbjeve të gjurit. Për fat të mirë, uthulla e mollës është e pasur me kalium dhe ka aftësinë të reduktojë dhimbjet dhe gjithashtu të rregullojë balancën e qëndrimit në trup. Kështu është e rëndësishme si një zgjidhje efektive kundër këtyre komplikacioneve, citon Healthline. Uthulla e mollës është një aleate e shëndetit të personave të cilët vuajnë tashmë nga luhatit e sheqerit në trup. Nivelet e larta të sheqerit në trup janë ndër problemet më të larta të njerëzve të cilët vuajnë nga këto komplikacione. Uthulla e mollës mund të jetë një aleate e mirë e shëndetit tuaj. E kombinuar si duhet në dietën tuaj mund të mbajë nën kontroll dhe luhatit e përditshme që mund të përjetoni nga diabeti. Gjithashtu, nëse vuani nga diabeti, adresojeni atë tek mjeku juaj për të marrë trajtimin e specializuar. Uthulla e mollës ka një shije karakteristike të recetave, por a keni menduar ndonjëherë se ky lëng mund të ofrojë shumë vlera për shëndetin tuaj? Mjafton të shtoni një lugë çaji uthullmolle në një gotë me ujë dhe ta pini atë vazhdimisht. Kështu përfitimet që do të keni prej saj do të jenë fantastike dhe do të mbajnë larg gjithashtu edhe komplikacionet. Mund të duket si gjëja më e thjeshtë, por nuk e dini as pak. Të lash fytyrën me uthull molle mund të japë rezultate mjaft të mira edhe duke pastruar kështu lëkurën nga njollat e errta. Me një pambuk të lagur me uthull molle, lajeni fytyrën. E lini pambukun për 30 minuta në zonat e errta dhe gjithashtu kështu do të veprojë si një zgjidhje mjaft e mirë në reduktimin e njollave të lëkurës. Uthulla e mollës sa aplikuar në fytyrën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese edhe kundër shqetësimit të akneve. Uthulla do të largojë bakteriet e dëmshme si dhe papastërtitë e tepërta, sidomos në porët e fytyrës. Hodhimi një lugë uthull molle me 3 lugë ujë dhe më pas aplikimi i saj me pambuk në fytyrë mund të japë rezultate fantastike nëse aplikohet si duhet. Kështu do të keni një fytyrë të pastër dhe më të shëndetshme. Receta do të jetë efektive për ta mbajtur atë më të freskët dhe gjithashtu për të larguar shqetësimin e akneve. Nëse doni të reduktoni rrullat e fytyrës, në ndihmë mund t'ju vijë gjithashtu edhe përdorimi i uthullës së mollës. Uthulla e mollës përmban beta-karoten, antioksidant të mirë të cilët do të luftojnë edhe problemin e radikaleve të lira. Kur uthulla aplikohet në lëkurë, ajo do të rikthejë kështu pamjen rinore dhe gjallërinë e lëkurës. Është një përdorim shumë i mirë kundër akneve. Gjithashtu ajo mund të japë rezultate mjaft të mira kundër komplikacioneve të tjera shëndetësore. Mjafton ta përdorni atë si duhet dhe rezultatet do të jenë mjaft të mira. Uthulla e mollës është një produkt fantastik, sidomos për persona të cilët do vuajnë nga shqetësimet e tretjes. Pak uthull molle në mëngjes do të ekuilibrojë pH-in e stomakut duke lehtësuar kështu edhe tretjen e ushqimeve. Në të njëjtën kohë do të zvogëlojë fryrjet e barkut dhe do të parandalojë edhe zbaticat e acideve të cilat mund të ndikojnë në përkeqësimin e tretjes suaj. Uthulla e mollës është një forcues shumë i mirë i imunitetit. Për shkak të aciditetit të saj, uthulla mund të shkatërrojë bakteriet që hyjnë në trup përpara se të shkaktojnë ftohje ose koll. Ndaj nëse doni që të keni një imunitet më të mirë, përdoreni uthullën e mollës të tretur në një gotë me ujë të ngrohtë dhe kështu do të keni përfitimet e saj. Uthulla e mollës cilësohet gjithashtu si një rritëse shumë e mirë e niveleve të energjisë trupore. Ka veti alkaline të cilat ndihmojnë në rritjen e niveleve të energjisë në mënyrë që të jeni më aktiv. Uthulla e mollës është një produkt fantastik në detoksifikimin e mëlçisë. Një lugë gjedhe uthull molle në mëngjes është një recetë fantastike që mund të japë rezultate të mira në dobi të shëndetit. Ndaj, përdoreni si duhet në të mirë të vlerave të trupit. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.